Kjo recet ka 4 fjalë kryesore. E para është shëndet, e dyta shije, e treta thjeshtësi dhe e katërta kualitet. I ka të gjitha brenda. Pul, oriz, presh, karot. Keni për ta parë që mjafton të keni 30 minuta kohë në dispozicion, pa bërë një rumuj të madhe, keni për përgatitur një vakt që vërtet ja vlen. Përshëndetje miqtë të kanalit Kuko Klok, sepse të gjithë jeni miqtë të këtij kanali. Këto janë ingredientët për të përgatitur të recet. Para se të fillojmë, bëni të gjithë subscribe, ju ftoj të gjithë të bëni subscribe sepse është shumë e rëndësishme, le të rritemi të gjithë së bashku sepse gjithmonë këtu të keni përgjigjë receta të reja, si punë e kësaj. Atëherë, për të prezantuar ingredientët, ju duhet një fileto pule, domethënë vetëm një pjesë e gjoksit, mund të bëni dhe gjithë gjoksin, nëse jeni 4 persona, kjo është për 2 persona, kështu që ju mjafton vetëm kjo. Një presh, një karot dhe gjysmë gote, pak më shumë se një filxhan kafe me oriz. Menjëherë do fillojmë që mishin e pulës ta ndajmë në copa sa një kafshat. Fillimisht i japim një të prerë në mes. Më pas, pak a shumë, kaq të jetë copa. I hedhim pulës pothuajse një lugë çaji me krip, e njëjta mas me piper të zi, edhe kaq. I japim një të përzier mirë. Tani që i kemi përzier mirë, t'i lëmë një 10 minutësh minimumi për t'u marinuar. Ndërkohë, përgatisim dhe preshin bashkë me karotën, i bëjmë ca prerje të tilla diagonale. Dhe karotën pak të çrevit. E bëjmë në këtë formë që të ketë pak ndryshim. I vendosim bashkë dhe kemi mbaruar punë me para përgatitjen. Para se të fillojmë përgatitjen, hapi finale është që pulës t'i hedhim një lugë me miell, t'i miellosim pak. Tani në një tigan me vaj ulliri ose në një tenxhere, shtojmë pulën. Japim të skuqur të lehtë. Punë 5 minuta, shtojmë komplet perimet. Pas janë skuqur dhe pak fare perimet, i shtojmë ujë të ngrohtë derisa ta kalojmë nivelin e tyre. Shtojmë pak krip. I shtojmë pak shafran indije. I japim një të përzier dhe me zjarr të avash tani do ta presim sa të fillojë të marrë val. Tani jemi pothuajse gati, i shtojmë pak fare gjalp, sepse e do një çik gjalpin. Dhe do t'i hedhim komplet orizin duke ja përhapur në të gjithë pjesën e tiganit. I përhapim mirë. E tani do t'i vëmë kapakun dhe ta lëmë se bëhet vetë.
Kanë kaluar 10 minuta, her pas here i bën në një përzierje të tillë që mos të na mbetet pilafi poshtë e të ngjitet. Sa ti përzijim pak. Kaluan dhe 10 minuta të tjera, 20 minuta totali. Kur ka këtë lloj trashësie, është momenti ta heqim sepse e kemi gati. Pas shumë mundime, si që thash dhe në fillim të videos, e kemi gati. Një recetë e shëndetshme. Tani, me buk, pa buk, e dini ju, unë për vete pa buk, sepse normalisht e ka vetë orizi pjesën e bukës. Dhe kjo ishte receta. Shumë faleminderit që e ndoqët, shpresoj t'ju kem dhënë një ide të re që ta përdorni në shtëpitë tuaja. Mos harroni të bëni subscribe te ky kanal, sepse në këtë kanal ka vetëm receta të reja. Le të rritemi të gjithë së bashku dhe të gatuajmë së bashku. Në të majtë e ekranit po ju sugjeroj 2 receta të këtij kanali që mund shkoni t'i shikoni. Po doni kontrolloni gjithë videot që ka ky kanal, sepse vërtet keni për t'u kënaqur. Dhe shihemi përsëri në videot e radhës. Mirupafshim.